Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët takimin e radhës. Tek hadithi i tretë Imam Bukhariut rreth kapitullit Fillimi i shpalljes, ku Imam Bukhariu në këtë hadith, apo me këtë hadith tregon për ardhjen e melekut Gjibril për herë të parë pejgamberit Muhammed dhe shpallja e ajeteve të para. Aisha radiallahu anha, nëna e besimtarëve, tregon për formën e shpalljes, mënyrën e shpalljes se si ka ardhur pejgamberit alayhi salatu wassalam, qysh në fillim e thot: fillimisht të dërguarët të Allahut Azza wa Jall, shpallja i vinte në formë të ëndrave të mira në gjumë. Në formë të ëndrave të mira në gjumë. Nuk ndodhte të shihte ndonjë ëndër e pastaj mos të realizohej ajo ëndër, sikurse drita e agimit. Pas kësaj, i ju bë e dashur vetmia. Vetmohej në shpellën Hira, ku bënte adhurim me net të tëra, qëndronte me net të tëra, derisa përmallohej për familjen e vet, dhe rikthehej tek ata. Furnizohej me ushqimet e nevojshme dhe shkonte e vetmohej sërish në shpellën Gari Hira. Pastaj rikthehej te Hatixha dhe furnizohej për net të tjera vetmije. Kështu vazhdoi derisa i erdhi e vërteta. Ndërkohë që ishte në shpellën Hira, aty i vajti meleku dhe i tha: Iqra, leza. A i tha: ma ana biqari, nuk di të lezoj. Pejgamberi rrëfen e thot: më kapi pra meleku dhe më shtrëngoi aq fort, sa që nuk mund të mbaja më. Pastaj më lëshoi dhe më tha: Iqra, leza. Nuk di, i thash, nuk di të lezoj. Sërish më kapi dhe më shtrëngoi aq fort, sa që nuk mund të mbaja më. Pastaj më lëshoi dhe më tha: Iqra, leza. Nuk di të lezoj, i thash. Më kapi së treti dhe më shtrëngoi dhe pasi më lëshoi, tha: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Lezo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. E krijoi njeriun prej një droçke gjaku. Lezo se Zoti yt është më bujari. E që janë ajetet 1 dhe 3 të surës Alaq. Duke rrahur zemra, pa rreshtur, i dërguari i Allahut, me këto ajete u kthye te Hatixha, bija e Khuwailidit, dhe i tha: Zemmiluni, zemmiluni. Sa kaq aja e mbuloi derisa i u largua frika. Pastaj ai zori të i tregonte Hatixhës për ndodhin që i kishte ndodhur. Dhe i tha: u friksova për veten time. Hatixha i tha: as sesi,
betohem në Allahun, se Allahu kur nuk të pështron ty. Sepse ti i mban lidhjet farefisnore. Unë ndihmon të dobëve, u jep nevojtarve, i ushqen dhe ndaron mysafirët, i del në ndihmë atij që ka goditur fatkeqësia. Pas kësaj, Khatijja e shoqëroi pejgamberin për të Waraqat ibn Naufal, ibn Asad, ibn Abdul Uzza, e që ishte djali i agjes së Khatijës, që veç ishte bëri krishter në periudhën para islame dhe e njehte mirë shkrimin e hebraishtes. Ai mund të shkruante pjesë të Injilit në hebraishte, atë sa ja kishte mundësuar Allahu. Ishte i shtyrë në moshë, ishte vërbuar. Khatijja i tha: o djali agjesim, pa dëgjoj nipin tënd se çfarë i ka ndodhur. Waraqatu i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam: çfarë ke parë o nip? Pejgamberi i ktheu, i tregoi çfarë kishte parë dhe çfarë kishte ndodhur. Waraqa me të dëgjuar këtë tha: atë që e ke parë ti është namusi që Allahu ja kishte dërguar më parë Musaut. Sikur të isha i ri, sikur të isha gjallë i ri i fort, kur populli yt do të dëboj, e të ndihmoj. E pejgamberi çuditur ja ktheu: eve mukhrijihum, vërtet do më dëboj mua populli im nga vendi im? Po si? E ja ktheu Waraqa: nuk ka ndodhur që dikush të jetë paraqitur me atë që ke ardhur ti. E mos e kenë armiqësuar njerëzit. Nëse e ditë me gjenë të gjallë, do të ndihmoj atë sa kam fuqi. E ja ktheu Waraqa. Mirë po, nuk vanoi shumë kohë dhe Waraqa të vdiq, kurse shpallja u ndal për një kohë. Kjo është fundi i këtij hadithi të gjatë të Aishës radhiyallahu anha për mënyrën e ardhjes së shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani të nderuar, shkojmë tek shpjegimi i këtij hadithi të gjatë, të ndjeshëm, prekës, emocionues dhe jashtë zakonisht të rëndësishëm për ne muslimanët. Ku Aisha radhiyallahu anha tregon fillimin fare herët, fillimin e shpalljes që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e filloi, se e filloi, çfarë ndodhi krejt në fillim, ende pa qenë dhe pa shpallur pejgamber. Pra Aisha tham në hadith se thot fillimi i shpalljes ishin ëndrat apo pamja ëndrave të mira e të qarta. Pra para se të vinte shpallja,
rreth 6 muaj më herët, siç kanë thënë dietarët, ai filloi të shihte ëndra të shpeshta natën, të cilat i dilnin ashtu si që shihte. Këtë ëndra kanë qenë para pregaditje për pranimin e shpalljes që do i vije më vonë. E të njëjtën kohë edhe ishin qetësim për atë dy bekuar, alayhi salatu wassalam. Ishin para pregaditje për atë se çka do t'i vije, këto ëndra, ashtu si që ishin edhe shenja tjera se para pregaditje për pritjen e shpalljes. Ati kishin ndodhur edhe gjëra tjera të rëndësishme që në terminologjinë fetare i quaj mu'gjize mrekulli para se të shpallur për pejgamber. Si fjalavije aty të bekuari, kur ishte në moshën 4 vjeçare dhe përderisa ishte tek fisi Beni Saad në shtëpinë e Halimes, e Saadie, e cila kishte marrë për t'i dhënë gji, në atë moshë i vogël, Gjibrili alayhi salam i shoqëruar me Mikailin apo me ndonjë melek tjetër, e ja hapën gjoksin dhe ja pastruan zemrën, siç është e njohur në librat e historisë. Po ashtu, për shenjave të cilat i kishte para, po që kishin ndodhur atina para se të shpallej për pejgamber, ishte edhe dhënia e gurit selam sa herë që ka lënë prantina. Dhe kjo ka ardhur edhe në hadith të Imam Muslimit, ku ai i bekuar tregon se thot: inni la'arifu hajaran bi Mekkete kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhu al'an. Unë e di një guri, po thot tashma se ka ardhur në Medinë, ma se është për ngull, më vonë, e di një guri, sa isha në Mekë, ende pa shpallur për pejgamber, me jipte selam. Unë atë guri e di edhe tani cili është ai, apo ku është ai. Pra, duke kaluar rrugës, guri jipte selam. Kthehi mrapa, nuk shihte askënd, ka dul këzë. E tani ulemat për këtë guri kanë folur për ashtë çështje temë tjetër, ku shumë ulema kanë thanë se ai ka qenë guri i zi, el Hajarul Aswad, Allahu e din më së miri. E rëndësishme është dhënia e gurit selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte mrekulli, ishte mu'gjize për të, dhe në të njëjtën kohë ishte edhe lloj përgëzimi se ai i bekuar së shpejti do të ketë një hajër të madh dhe prej tij do të përfitojnë në mbar njerëzimi. Gjithashtu, ky selam i këtij guri ishte, siç thamë më lart, para pregaditje për të qenë në gjendje më pas të pranoj fjalët të cilat do të vinë nga qielli i lartë dhe që do të shpall botërisht, do të informoj botën me ato fjalë që të vinë. Pastaj, Aisha gjithashtu tha se këto ëndra të mira. Tha ëndra të mira, sepse ëndrat mund të jenë edhe të këqija. Pastaj mund të jenë edhe prej nefsit, e mund të jenë edhe prej shejtanit. Ato mund të jenë të tubërta, të turbullta, mos të jenë të qarta, mos të kuptohen, apo mos të dalin ashtu siç i ka parë. E ëndrat e pejgamberit kanë qenë të kthjellta dhe kanë dalë ashtu siç i ka parë, për ata ka thonë ëndrat e mira dhe të qarta. Pastaj Aisha tha se atina më vonë ju dashurua vetmia, apo që kuptohet, po në kupton dashurinë e vetmisë, ju dashurua, i hyrin qef
vetmia. Disa vite para shpalljes së pejgamberit Muhammed për pejgamber, thuhet 3 vite parafërsisht, Allahu i madhruar i ambolli pejgamberit Muhammed në zemrën e tij dashurinë e vetmisë, për të vetmuar. Kështu që ai i bekuar largohej nga populli i tij, pagan, nga idhujt dhe statujat të cilët e kishin vërshuar dhe kapluar krejt Mekën, madje dhe shtëpinë e shejt Qabën e bekuar. Ikte, largohej nga qyteti Mekës në periferi të saj dhe qëndronte në shpellën e quajtur Hira, një shpellë e vogël në maje të një kodre të lartë rreth 2 mile larg, parafërsisht 3 kilometra larg Qabës së bekuar, apo larg Mekës. Merrte ushqim me vete dhe me ditë të tëra qëndronte në atë shpellë dhe meditonte rreth krijuesit të gjithësisë. E adhuronte Allahun ashtu siç dinte. Pastaj kthehej tek Hatixha, gruaja e tij. Merrte ushqim sërish dhe sërish kthehej në shpellën Hira. Kështu vazhdoi të veproj derisa e erdhi vërteta, e erdhi shpallja qiellore. Mund të parashtrohet pyetja. Përse vallë pejgamberi Muhammed e zgjodhi shpellën Hira, mu atë për të vetmuar, për të qëndruar në vetmi, apo për vetmi. Zgjodhi shpellën e Hiras e jo ndonjë tjetër, sepse ai ishte larg njerëzve dhe kë nuk donte të përzihej me njerëz. Madje nuk donte të përzihej as me çaban, barinj, të cilët mund kalonin atë pari me devet e tyne apo me delet e tyne. Kë donte të ishte diku larg dhe lartë, ku nuk e sheh askush, nuk i përzihet askush, nuk e pengon askush, në meditim, rreth krijuesit të gjithësisë, rreth kësaj gjithësie. Gjithashtu, shkaku pse zgjodhi shpellën e Hiras për të vetmuar në te, e jo ndonjë shpellë apo ndonjë kodër tjetër, ishte edhe ajo se nga shpella Hiras shihej drejt për së drejti Qabja e bekuar. E ai Qabën e merrte si argument, sepse ishte argument i Zotit në tokë për robët e tina. Ndaj meditonte edhe më shumë dhe më thellë. Kështu që ai bekuar atje lartë, në atë kodër të lartë, brenda në atë shpellë të vogël, qëndronte i vetmuar, duke medituar, duke adhuruar Allahun, duke shikuar Qabën e bekuar. Vetmia është shumë e nevojshme për meditim, për pastrim të zemrës dhe të shpirtit, për largim e distancim nga dynjaja dhe nga kërkesat e të lashët e saj, për qetësim e freskim të zemrës e të shpirtit, duke medituar rreth krijuesit dhe asaj që ka krijuar ai edhe për të përkushtuar Zotit të gjithësisë. Vetmia, meditimi, është i nevojshëm për çdo njeri, në veçanti për çdo besimtar. Meditimi është adhurim i madh, është ibadet, ku prej tij ka shumë dobi.
Deri në takimin e radhës me të njëjtin hadith, ju përshëndes. Wassalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh.